Sistemi i ndihmës juridike falas është funksional dhe operativ, kjo duke pas një bazë të mirë ligjore fillimisht, siç e cekët edhe në fillim, kemi Kushtetutën e Republikës së Kosovës në 31 paragrafi 6, ku ndihmën juridike falas kategorizon është kategori kushtetuese, pastaj ligjin bazik për ndihmë juridike falas, plotësim ndryshimin që është bërë në vitin 2022, ku janë fut kategoritë e veçanta përfituese, si dhe pastaj edhe ligji për racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të agjencive të pavarura, ku Agjencia për ndihmë juridike nga institucioni i pavarur ka kaluar në agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Agjencia për ndihmë juridike falas aktualisht ofrohet nëpërmjet 7 zyreve rajonale që ofrojnë ndihmë juridike falas në 7 komunat më të mëdha në Republikën e Kosovës, si dhe 23 zyrave mobile për ndihmë juridike falas, pra kemi shtrirjen në pothuajse në tërë territorin e Republikës së Kosovës me 30 zyre, po ashtu me qëllim të me qenë sa më afër qytetarit, kemi funksionalizuar edhe zyren mobile lëvizse, është një kombibus sikur zyre, e cila ofron ndihmë juridike falas në vendet ku ne nuk kemi zyre apo për grupe të caktuara dhe për çështje të caktuara. Vitin e kaluar ka qenë i përkrahur nga projekti i organizatës ATRC dhe ka pasur për qëllim në mbrojtjen e të drejtave pronësore sidomos. Ka qenë projekti Bëje tëndën, regjistroje pronën, projekti Bankës Botërore dhe kemi shku tek qytetarët ku kanë më shumë të nevojë. Përveç kësaj, sistemi i ndihmës juridike falas ofrohet nga organizatat e shoqërisë civile, që besoj që më në vazhdim do të flasim më pasaj edhe për to. Po ashtu edhe klinikat mobile në kuadër të fakulteteve juridike në Republikën e Kosovës. Po ashtu dhe ndihma juridike ex officio penale që ofrohet nga policia, prokuroria dhe gjykatat. Ky sistem besoj krijon çësje efektive në drejtësi për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Ndihma juridike ofrohet nëpërmjet informatave dhe këshillimit juridik, nëpërmjet përpilimit të parashtresave të ndryshme dhe tërë asistencës teknike që ka të bëjë me komplementimin e lëndës, si dhe përfaqësim ligjor në rastet kur ka nevojë për përfaqësim. Ofrohet në 4 lëmi juridike, në civile, penale, administrative dhe kundërvajtëse. Këto ligje që i ceka në fillim, pra e krijojnë një sistem funksional dhe agjencia është e mandatuar që të ofrojë ndihmën juridike falas në tërë territorin e Republikës së Kosovës për gjithë ata qytetarë që i plotësojnë kriteret mbas ligjit për ndihmë juridike falas apo bëjnë pjesë në kategoritë e veçanta përfituese. Kriteret për të qenë përfitues është kriteri kualifikues, kriteri financiar dhe kriteri juridik, dhe se kategoritë e veçanta me plotësim ndryshimin e ligjit janë shtuar edhe një gamë gjerë përfitues, që janë viktimat e dhunës familje, viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, viktimat dëshmitare të dhunës familje, pastaj personat që kanë pas diskriminim, gazetarët në rastet kur ka të bëjë me marrëdhënien e tyre të punës, nëse kanë pas ndonjë sulm, kategori tjera që mund të jenë përfituese mbas ligjit për ndihmë juridike falas. Duke ditur për krajën e shtetit edhe për këtë agjenci, sa po arrin vetë agjencia që ta përmbush misionin e saj për t'i ofruar ndihmë juridike falas qytetarëve, dhe me sa keni informacione në kuadër të bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile, sa arrin edhe organizatat e shoqërisë civile që t'i përmbushin të gjitha kërkesat që i kanë qytetarët për ndihmë juridike? Natyrisht mund të them qartë që në çdo kërkesë që vjen në Agjencinë për ndihmë juridike falas trajtohet me prioritet dhe asnjë rast deri më tani që i ka plotësuar kriteret mbas ligjit ose ka qenë pjesë e kategorisë të veçanta nuk është refuzuar nga ne dhe i kemi ofruar shërbimet që i ceka më parë. Sa i përket mundësisë edhe qytetarët sa kanë nevojë për ndihmë juridike falas, natyrisht duhet edhe një ndërgjegjësim më i madh që qytetarët të vinë te ne, për shkak se me koncept dokumentit për ndihmë juridike falas që është miratuar gjatë vitit të kaluar, kemi parë që nevoja për ndihmë juridike falas e qytetarëve është më e madhe se sa realisht ne si agjenci ofrojmë. Prandaj me mbështetjen ose me partneritetin që kemi me OJC-t, kjo gamë dhe ky numër është arritur bazuar në koncept dokument. Vetëm vitin 2024, unë them, kemi ofruar ndihmë juridike falas për 8049 qytetarë. Nëse e vendosim edhe numrin e OJC-ve që kanë ofruar ndihmë juridike falas që janë partneritet me agjencinë, ky numër arrin dikon 12800 raste që është ofruar ndihmë juridike falas në Republikën e Kosovës. Faleminderit shumë. Zonja Breznica, nga përvoja juaj në terren, si funksionon ndihma juridike falas për gratë dhe viktimat e dhunës me bazë gjinore?
Atëherë çësia në drejtësi për krejt viktimat të rasteve të dhunës në bazë agjënore nuk është një rrugë e lehtë. Shumica e viktimave të cilat janë viktima të dhunës në bazë agjënore nuk kanë njohuri që ekzistojnë organizata të shoqërisë civile që ofrojnë ndihmë juridike falas, gjithashtu nuk janë në njohuri që ekziston edhe agjencia për ndihmë juridike falas. Rrjeti i grave të Kosovës për vitet të tona tashmë ofron ndihmë juridike falas përmes avokatit tonë të cilin e kemi të angazhuar. Në anën tjetër kemi një bashkëpunim shumë të mirë me IKD-n, që ko pas kohë dhe referojmë raste tek njëna tjetra, edhe mundemi me thonë që deri tash kemi një rezultat kogja të mirë së bashku me IKD-n. Përveç kësaj vlen të përmendet që të gjitha viktimat e rasteve të dhunës në bazë agjënore nuk ndihen të sigurta në institucionet tona përderisa nuk kanë një përfaqësues apo monitorues nga organizatat e shoqërisë civile. Këto më vjen keq shumë që them mirë, po institucionet tona nuk janë mjaftueshëm në besim edhe në mbrojtje të viktimave tona. Rrjeti i grave të Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar ka publikuar hulumtimin e fundit Zero Tolerancë, që është monitorim i dhunës institucioneve ndaj përgjigjes që kanë ndaj dhunës në bazë agjënore. Padyshim që edhe Agjencia për Ndihmë Juridike ka qenë intervistuar gjatë këtij hulumtimi. Fatkeqësisht shumica e zyrtarëve të ndihmës juridike falas kanë njohuri vetëm për dhunën në familje, mirë po jo për format e tjera të dhunës me të cilat gratë ballafaqohen. Përveç kësaj, një e gjetur tjetër tek Agjencia për Ndihmë falas është që zyrtarët e kësaj agjensisë shpesh herë thonë që dhunë ka ma pak sa që raportohet. Kjo është një mentalitet edhe institucioneve të tjera, jo vetëm e Agjencisë për Ndihmë Juridike falas, edhe kryesisht vjen si pasojë e patriarkalitetit edhe asaj se çka ne jemi brumos si shoqëni, edhe në anën tjetër minimizon përvojën e grave, minimizon besimin tek ato që ato janë viktima, edhe në anën tjetër viktimat riviktimizohen, edhe në anën tjetër edhe dështon besimin në institucione. Faleminderit shumë për këtë fillim. Zotëri Zekaj, si e shihni ju ndihmën juridike falas nga perspektiva e gazetarëve, të cilët përballen me padi, me presione apo çështje ligjore për shkak të lirisë së shprehjes? Po, betim gazetarët janë një kategori e profesionistëve të cilët për ta ndihma juridike është jetike, është një pjesë profesionale për shkak të punës që e kryen. Nëse për çdo qytetar është e nevojshme, për gazetarët është për shkak të punës që e bëjnë. Gazetarët bin shpesh janë subjekt i persekutimet juridike për shkak të cenimit të grupeve të interesit. Personave me pushtet dhe pastaj këta persona me pushtet dhe këta pjesëtarë të grupeve të interesit e gjejnë mundësinë e tyre që përmes mekanizmave ligjor të sulmojnë gazetarët shpeshherë, dhe këto përmes padive slap kryesisht që janë padi strategjike kundër participimit publik, me qëllim që të krijojnë frikë të gazetarët, ja marrin kohën e tyre, edhe pse në fund të fundit dihet që këto padi nuk janë diçka që në fund vërtetohen si të tilla, por është e mjaftueshme që të ndikojnë të gazetarët të vetë cenzurohen në punën që ata e bëjnë.